من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فلندرم الله تبارك وتعالى إدرقم الصلاة والسلام بيغمبير تون تداشر صلى الله عليه وسلم تداشر dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejnë Allahut po vazhdojmë me kapitullin e 16 me radhë nga libri shumë i dobishëm e Imam Neveviut rahimahullah Riyadus Salihin. Ky kapitull flet për urdhrin dhe kujdesin që Allahu te baraka wa taala dhe pejgamberi alayhis salam kërkon nga ne që të jemi të kujdesshëm përballë sunnetit pejgamberit alayhis salam. Të dashurit e mi, para se me i lexu ajetet që i ka përmend autori Imam Neveviu, Allahu më shiroft, është më rëndësi me jep një sqarim të përgjithshëm sa i përket nocionit sunneti pejgamberit alayhis salam. Do të thonë Imamu Nevevi rahimahullah e ka zgjedh një kapitull të veçantë dhe e ka titullu jemi të urdhëruar që të kujdesemi për sunetin e pejgamberit alayhis salam. Jemi të urdhëruar të porositum nga Allahu dhul xhelal, po ashtu nga pejgamberi alayhis salam. Nëse dëshirojmë me kuptu saktë dhe drejt nocionin sunnet, nëse marrim kuptimin e përgjithshëm me sunnetin e pejgamberit alayhis salam, nën kuptojmë fjalët e tij apo thuj porositë e tij, ato të cilat ai i ka vepru, i ka preferu dhe i ka pëlqy. E tash kjo është shumë e përgjithshme. Pastaj ulemaja dietarët islam, po e zëm dietarët dhe ulemaja që janë marrë me hadithin e pejgamberit, që i kanë mbledh fjalët e pejgamberit alayhis salam, thëniet e tij, sunnetin e përkufizojnë sipas shkencës së tyre. Ulemat dhe dietarët që janë marrë me shkencën e fikhut, rregullat dhe dispozitat e jurisprudencës islame, ata sunnetin e përkufizojnë ndryshe. Ata që janë marrë me jetën dhe biografinë e pejgamberit alayhis salam, ata ndryshe. Por të gjithë pajtohen se rruga dhe sunneti e pejgamberit alayhis salam nënkupton çdo fjalë edhe porosi edhe urdhër të tij. Një. E dyta, çdo punë dhe vepër të tij. E treta, çdo preferencë edhe çfarë pejgamberi ka pëlqy apo ka urrejt. E katërta, brenda sunnetit të pejgamberit hin edhe disa gjëra që kanë të bëjnë edhe me pamjen e tij, edhe me dukjen e tij, edhe me shijen e tij, e kështu me radhë. Me një fjalë, kur themi ne jemi në rrugën e pejgamberit alayhis salam, jemi në sunnetin e tij, kjo feja e tij. E pastaj ka veprime të cilat janë veprime që pejgamberi i ka preferuar dhe i ka pëlqy, apo i ka porosit me u bë. Për shembull, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pëlqyer dhe kjo sunnet shumë i preferuar i pejgamberit alayhis salam. Para çdo namazi me pastru gojen e tij me misfak. E dini, misfak ajo bima. Saqë pejgamberi alayhis salam thot, un po frigohem, mos është kjo ngarkesë dhe barë për ummetin tëm. Po mos ishte kjo frikë se o barë ngarkesë, kisha mi porosit para çdo namazi, e kisha po urdhër, po barë është ngarkesë. Domthon, nëse ti përkujdesesh me pas një misfak dhe para çdo namazi me pastru gojen me misfakun, me këtë bim, kjo vepër e pëlqyeshme dhe sigurisht kish problem. Por shoqëri tani për shembull me marr një sunet tjetër. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai i cili ka hongër hudër në shtëpinë e tij, apo një ushqim që ka
përmban hudër, ta shtojnë edhe kepa. Mos vjen në xhami me fal namazin me xhamat. A përshë tash, edhe kjo sunet. Po tash, ky suneti edhe ai pari dallojnë mes vete. Prandaj, kur themi rruga e pejgamberit alayhissalam, në kuptimin e përgjithshëm të feja e tij, sallallahu alaihi wasallam, na nuk guxojmë më kon jashtë sunetit pejgamberit, se jashtë sunetit pejgamberit nuk ka rrugë tjetër. Suneti e pejgamberit o feja e Rasulullahit alayhissalam. Në vijat trasha. Pastaj, nëse dojmë me hi në gjërat të detajuara, vepër për vepër, veprim për veprim, e tëri këtu, pastaj këtu gjërat dallojnë. Pse ne duhet edhe jemi të urdhëruar, kemi obligim me ndjek rrugën e pejgamberit, edhe me ecë në rrugën e tij, edhe më kujdes për me mbrojt dhe me rujt rrugën e tij, është urdhër prej Allahut. Prandaj Imamu Nawawi rahimahullah në këtë kapitull i ka sjell disa ajete. Ajeti i parë, Hashr 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ato çfarë juve u adhuron, apo ato që juve ju jep, ju sugjeron pejgamberi, merreni, nuk ka aty po du. Wa ma nahakum anhu fantahu. Prej asaj që pejgamberi ju ndalon, largohuni. Kjo është parimi i përgjithshëm. Pastaj ulemaja dhe dietar ton kur e shtin këtë ajet dhe e përpunojnë, ata ulemat e hadithit në shkencën e tyre, ulemat e fikut në lamin e tyre, të tjerët, pastaj ky ajet, aq shumë nga ky ajet derivojnë, dalin gjëra, lloj dispozita, prej farzit e drejt të harami. Për shembull, unë këto po du me kuptuju ku mirë, drejt. Pejgamberi alayhis salam, na kur të marrim avdes, ka veprime që nëse nuk i bojmë brenda avdesit ato veprime, s'ka avdes. Për shembull, nëse një njeri i ka la të gjitha pjesët e trupit, por nuk e ka la fytyrën fare, ky s'ka avdes. Na nuk po flasim për një njeri i cili nuk din. Na nuk po flasim për një njeri që është fillestar në fe, por na po flasim për një besimtar praktikant. Thot hoj, mora avdes, kom haru me la fytyrën. Çka kom, a duhet me marr për fillimit avdes? Po, pris fillimit duhet me marr avdes, nuk i avdes. Ose thot, kom marr avdes, po kom haru me i la kumt. E jo më fal, tash ti dikush për juve thot, qysh bre ka haru me i la? Që ta njerëzit janë lloj-lloj njerëz. Ka marr avdes, ka haru me i la kumt, u hi me fal akshumin. Masi ka jep selam, thot, hoj, kur kom marr avdes, kom haru me i la kumt. E kom fal namazin, çaj namaz. Ja, namaz nuk ki, se parimisht nuk ki avdes, dosh me marr avdes prej fillimit, e me i la kumt që ki haru, e toni me fal namazin. Por ka pjesë dhe veprime të avdesit që nëse i lën, na me avdesin e kin rregull. Pejgamberi alayhis salam ka thonë 3 herë në fillim është sunet me fillu avdesin duke i la durt. Pejgamberi sa ka porositur që kur i lajm durt edhe me i la këto mes gështrive. Po nëse dikush vetëm një herë i ka la durt, edhe nuk i ka la mes gështrive, a ka avdes? Ka avdes. Nëse një njeri e ka la gojën vetëm një herë, jo 3 herë, ka avdes? Ka avdes. Apo kupton? Domethënë, brenda avdesit ka veprime që janë obligative farz, por ka edhe veprime që është sunet me i bë ato. E kështu me radhë. Prandaj ajeti 7 Hashr, atë që u ka dhënë pejgamberi, ato që ju ka sugjeruar, ju ka porosit, merreni, ato që ju ka ndaluar pejgamberi, largoni. Kjo si parime përgjithshëm nuk ka këtu po duhet dhe s'po du, se kjo feja. Çfarë ju ka thënë pejgamberi? Shiqoni çu kanë kuptuar pejgamberin alayhis salam sahabët. Që shumë konë të dukum, ata nuk konë të dukum me ngarkesa, vëllazër, sikur ne. Ne diktohemi prej shumë faktor të kohës. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, mos ta fal askush për juve namazin e ikindis pa shku te Beni Kurejda, një fis prej fisëve të jahudive.
O i koha namazit. Tash janë vanu, hala s'kan mri. Hala s'kan mri, i ka hi koha namazit, po do me hi koha namazit. Ka thonë dikush për sahabëve, hej, do të me falë namazin. Nuk e di, nderi sa të shkojmë atje mundet me na hi koha namazit. Ka ndalë atë atjet ka thonë, na ka thonë pejgamberi e sam, mos ta falë askush namazin i kindis, deri sa nuk shkojmë të Beni Qurayza. Dhe ta që ndonë në dy grupe, dhe kanë falë, do se kanë falë. Normal, kur kanë mri atje, të tjertë atje e kanë falë, dhe tash, ko prejnëta, kanë orë të pejgamberi dhe kanë thonë, ja Rasulullah, kush e ka ma mirë, a na a këta? Pejgamberi thonë, dy të keni mirë. Por këtu prejnëta, na po dojmë me tërhek paralelen. Shiqoni, mos ta falë askush namazin, pa shku të Beni Qurayza. Ka thonë, urdhri i pejgamberit, pik. Që dhe një shemull shumë interesant. Ju e dini, në fillim të zbritjes së Kur'anit, muslimanët kiblin ku kanë pas? Ka janë falë muslimat? A janë falë ka Meka? Jo, janë falë në drejtim të Mesjidul Aqsas. Afërsisht ka 40 ditë e kanë mbyllë jahudit. E kanë mbyllë, s'kanë lënë mu falë as një namaz në Ramazan, as Bajrami. E dhe vazhdojnë me qenë mbyllur Mesjidul Aqsaja. Si dojnë muslimat mu falë atë. Kur ka ardhë urdhri dhe ajeti ka zbrit më u kthy në drejtim të Mekës, disa prej sahabëve janë konë të falë namazin e ikindis, janë konë rruqu. Kur kanë dëgju, duke qenë ruku, se kanë mrish namazin, veç janë drejtu në drejtim qabës. Dhe më thonë, aq kanë qenë. Ose kur ka ardhë urdhri ajeti përfundimtar, që është ndalu pirja o bo haram me pi venën. E dini, kur ardhë ajeti fundit, se vena dhe alkoholi është bo ndalesa në mënyrë graduale. Kur ka ardhë, nuk ka prit tash se cili mi thonë, ja Rasulullah, a për një me a? Ose nuk ka thonë njoni, ja, unë nuk besoj, pa e pa me sy, edhe pa e dëgju me vesh. Unë du me e dëgju drejt për drejt. Ja, kam mjaftu urdhri më u shpërnda. Edhe, që ka thonë sahabët, thot me i paspa rrugë të në Medine, që që kanë pas ato burijat, kacat e venës, thot kanë fillu me i thy kacat e venës, thot sikur bjen një shi i madh, edhe kanë fillu disa lagjet Medinës me vërshu prej kacave dhe burreve të venës. Kur ka ardhur urdhri o ndalu, i kanë thy edhe odella e kanë gjujt krejt. Kështu janë sahabët e pejgamberit. Ka thonë pejgamberi e kanë marrë, e kanë ndalu pejgamberi, jon ik. Ajeti i dytë që e ka përmend Imamu Nawawi rahimahullah në këtë kapitull është ajeti 3-4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Thot Allahu dhul Gjelal për pejgamberin, thot ai Rasulullahi, ai dërguari i Allahut, i dashurin alayhi salatu wassalam, sa herë në jetën e tij ka fol, asnjëherë nuk ka fol me hamendje, nga mendja e tij, nga teket e tij, qysh ati po ja konda. Jo. In huwa illa wahyun yuha, sa herë ka fol për çështjet e fesë, çdo fjalë edhe çdo fjali e tij është shpallje prej Zotit dhul Gjelal te barek wa taala. Parim ka thonë, po flasim për çështje fetare. E dini çfarë subhanallahu që shkon prap shembujt e sahabëve çfarë do kode. E sheh pejgamberi sa një sahabe ty shortu një pemë. Për shorton një pemë. I tha pejgamberi alayhis salam, tha, o i dashurim, pse për shorton pemën kështu, ai u ndal. Tha, po bëjnë ai gabim. Tha, jo, nuk ka lidhje kjo me fe, sa ai u tut mos ka ardhur meleku Xhibril, edhe po e porosit diçka mos o t'i bëj një veprim, mos po shkel diçka në sende që janë penale. Tha, jo. Pejgamberi tha, jo, unë veç po të pyeti nga Kureshtja. Ha, tha, u shlirova. Tha, ja Rasulullah, unë tha, ja kom zanat kësaj pune mi shortu pemt. Po shqeqani dhe më dhonë kujdesi, pejgamberi e ka pyet, ajo nal. Propaganda e idhujtarëve të Mekës, shqeqani shembullin tjetër, propaganda e idhujtarëve të Mekës kanë dalë një ditë dhe kanë thonë, pse mëre ju, çka po flet ai pejgamberi po shkruni, ajo insan, ajo njeri, ka njerë është i disponum, ka njerë është i idhnum, ka njerë është i gëzum, ka njerë, ai nuk fol gjithmonë njësoj.
Amr ibn al-Asi, në fillim, kur ka fillu zbritja Kuranit, numri i shokëve të pejgamberit që kanë ditë shkrim dhe lexim në fillim nuk ka qenë i madh. Por Amri ka qenë prej atyre shokëve të pejgamberit që ka ditë shkrim dhe lexim. Edhe çka ka fol Resulullah a.s. ai ka shkruar, ka regjistruar hadithe. Por kur ka fillu kjo propaganda i dhujtarëve të Mekës, mushrikinëve, qysh marrë po shkruani gjithçka, ai është njeri. Atëherë Amri tha, ka fillu mos më shkru. Kur i ka ardhë në vesh ky lajm pejgamberit, i ka thonë Amrit, Amr, walladhi nafsi biyadi, ka thonë o Amr, pasha atë që shpirtim është në dorën e tij, pasha atë që shpirtim është në dorën e tij, nuk del prej kësaj goje vetëm se e vërteta. Uktub, vazhdo me shkru. Mos e dëgjoj propagandën e këtyre idhujtarëve se ky ron ndikim. A ke pa që shbim në ndikim, diktatet, anë sot propaganda, ideologjit. Edhe më njëherë, pse? E tash ky ajeti i dytë që ka sjell Imamu Nawawi është parim i rëndësishëm në raport me bindjen tonë përballë rrugës Resulullahit dhe sunetit të tij. Edhe kujdesin që duhet ta kemi përballë urdhrave, sugjerimeve, ndalesave të tij dhe obligimin që duhet të kujdesemi për me rujt këtë rrugë. Kjo obligim, so feja Resulullahit, kjo feja Allahut është. Sigurisht, vetdia edhe përgjegjësia e njerëzve nuk është e njëjtë, dallon vetdia prej vetdijes, dallon përgjegjësia prej. Por, prandaj ulemaja, sikur Ibn Taymije, kur kanë bërë debat me do njerëz që që kanë filluar mu largu dhe me lajthit pe rrugës pejgamberit e sa. Ibn Taymije ju ka thonë herë të bërë debat do polemizuzve, thot unë këtë fjalë çka pëthu ti zguxoj me thonë, se me bë me thonë unë çet fjalë ti çka pëthu unë bëna çafer. Po ti je i padijshëm, edhe për fat të keq je pak larg, nuk je të ecën në gjade, je dal në thera, je dal në lloç, nuk je në gjadën e Resulullahit alayhis salam. Veç një gjadë është. Veç një gjadë është, veç një rrugë e drejta, nuk ka vetë rrugë drejta, as dy as tri. Veç një është e Muhammedit alayhis salatu wassalam. Kjo është rruga e vërtetë e vetme që të çon te Allahu, s'ka rrugë tjetër. Nuk jem në as t'ju bu t'i faz, as nuk jem t'ju shty. Kështu ka thonë Allahu dhul Gjelal. Ka thonë Allahu dhul Gjelal, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Allahu i ka thonë pejgamberit, thuju t'i atyre, kjo është rruga ime e drejt, këtë rrugë pasojeni. Pejgamberi kur e ka lexuar këtë ajet, çfarë veprimi, çfarë metode pedagogjike, çfarë pedagogi, e ka marrë një shkop, edhe aty ku kon t'ju shpjegu këtë ajet, e ka vizatu pejgamberi sa në vite drejt vertikale, në vite drejt vertikale. Në anën e djathtë dhe të majtë kësaj vije ka vizatu disa vizat vogla në të djathtë dhe të majtë. Edhe ju ka thonë sahabeve, a e dini që kjo vija e drejt e gjatë vertikale çka tregon? Ka thonë ja Rasulullah, Allahu dhe i dërguarit i dinë më së miri. Thotë kjo është ajo rruga e drejtë që unë më herët e lexova ajetin. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kjo është rruga ime e drejtë, Allahu po i thotë pejgamberit. Thuju ti atyre, kjo është rruga ime e drejtë, fattabi'uhu. Jeni të porositur në këtë rrugë me ecë. Këto me respektu. Wala tattabi'u subul. Thotë e këtash këto viza në të djathtë 10-15, në të majtë 10-15, çka simbolizojnë, çka tregojnë? Allahu dhe i dërguarit i din, tha këto janë rrugët e shejtanit. Ajeti çfarë thot? Wala tattabi'u subul, mos i ndjekni rrugicat. Shumë janë. Mos i ndjekni rrugicat. Çka thanë fillim? Kjo është rruga ime, njëjs, rruga ime. Këtu rrugica. Dalin, s'nalen këto. Nuk nalen. Nuk nalen këto. Me qitë hudra, fëmive, sytë ma vetë, me i lidh pejna, toja, nalqet kuajve, dhëm, vëth, vo. Që tash, me vetë Muhammedin, Isen, këto ma të vazhdit, Enesin, me i vetë të në, a e një lanë në herë ju me vo për, me vo, mu ladin, na e na lo, na kanë lo, gjyshet, se kena pas do
I kena pas do sërbe do malazes ku ishi. Edhe na u dokshin ato vot interesant ku qet ma vita me shara pa shara. U lojshim Allah për Velikdan. Velikdan se këta se dinë dhe ditë e madhe. Ditë e madhe, ditë e bekume, mula me vo. Jo marë. O anë hadha s'kem na, digom, nuk o kjo pun me i natë, as nuk jem t'ju shty me kërkon, po s'bën vot haj për vetit ti. Edhe fëmijët e tu loj, na s'lehan me kësi vo, na e musliman. Nuk bën mula. Tash mas këne vove të Velikdanit, unë e pash një hoqë, po ti edhe 10 hoqë mi pa, edhe 1 miliard hoqë mi pa, ti hava kjo pun, kjo nuk o pun me hoqën, kjo pun është me rrugën e Muhammedit a.s. Mas një muje na vjen me datën 6-7 maj, na vjen ajo dita tjetër, tha, zban me hongër mishta, edhe do të me i re ka pak me hith i komt, la, kjo këtu, po alhamdulillah, këto sande janë haru, mo ta gjeneratat e reja i kuplu që nuk kjo feja islame. Feja islame është ndryshe. Ajeti i tretë për sonte in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Thua ju ti atyre o Muhammed, o ju që po thuani e dojmë Muhammedin a.s. Allah o thot pejgamberit, ti o Rasulullah, thuju atyre që po pretendojnë dashurin ndaj teje. Nëse ju mua me doni, ittabi'uni, me pasoni. Dashuria e sinqert, dashuria e vërtet, shëndrohet në pasim, në respektim. Yuhibbukumullah. E nëse ju me pasoni mua, nëse ju ecni në rrugën time, dhurata e parë, yuhibbukumullah, do ta fitoni dashurinë e Allahut. Dhurata e dytë, wa yaghfir lakum dhunubakum, si rjedhoj e këtij respekti dhe këtij pasimi, e meritoni edhe faljen e gjunaheve nga Allahu te baraka wa taala. Se kjo është rruga që e meritojmë edhe mëshirën e Allahut te baraka wa taala. Hasan Basriu rahimahullah thot ajeti mas provus në këtë Kur'anin, ky ajet thot është sprova më e madhe në këtë Kur'anin është ky ajet për besimtarët. Sprova më e madhe për besimtarët, thot Hasan Basriu në Kur'an, është ky ajet. Sa Allahu i ka thonë pejgamberit, thuju atyre që pretendojnë dashurinë ndaj teje, nëse e doni sinqerisht Muhammedin a.s. E keni pa tash kjo koha e internetit nuk kalon të mirë, marifet edhe budallaqe nuk kalon pa i pa. E keni pa në YouTube do t'y bo, që ka bojnë, a ki pa bojnë ka 50-60 burat fort, ty nga, vazën ton të Kaukazit, që onë po bëjnë ziqër, ko e morë to, ka kjo, ka e morët këto, me përmend Allahun, ka dul kjo, ka pa pejgamber alisam, mas i ka vdek pejgamber, ankona Abdullah ibn Mas'udit, një pej shokve, një pej hoxhallarëve më të mëdhenj të diplomuar me drejtën e pejgamberit sa. E ka pa një njeri për përmend Allahun, po thot la ilaha illallah pe çet një guri. La ilaha illallah gurin e dytë. La ilaha illallah gurin e tretë. La tash shmorencia gurat maja të vazhela të bardha të zia, sot për kjo ideja. I tha çe ka bën kështu i robi Allahut. Tha unë sa për përmend Allahun pe çes ka guri. Pa na kështu s'kem bën kohën e pejgamberit sa. Na kështu s'kem bën. Mos jet bidate. Na kështu nuk kem bën kohën e pejgamberit sa. E kuptoj që me ardhjen e popujve të huaj, jo arab folës, ata popuj që kanë hinë fen islame, kanë përcjellë tradita dhe kultura, për shembull persianët, prej asaj kulture, asaj filozofie, dikur ma vonë ata tjetë, të më thonë Velikdonat, tash na i kena pasu do Velikdona para 14 vjetëve me vo, ata tjetë nuk i kanë do tjera. A e dini që bindja kur nis dikush me ndërtu shtëpin në ditën kur e qet temelin me derdh gjak, me pre një kafsh, nëse është dash me marr kryt e dashit, me marr një unaz pej bijave të shtëpis, e me fut atë unaz në njërin prej dhëmbëve të dashit, e me i marr do kokra orizë. A e dini që këto
më kanë thonë do hoxhallar që kjo traditë e vjetër është prej persianëve para se me pranu fen islame persianët atje në Iranin e sotshëm. Njerëzit nuk dinë veç, thonë duhet me prej diçka. Po bukur shumë, pse ki me prej? Nëse ti e prej në shej falendrimi, edhe do në me uqit një drek aty në punëtorve, mesve jaranave, këtë në rregull, po jo me gjujt diçka në temel, jo me marë kryte, jo me marë orizën, jo me marë dhëmte, jo. Po do në me prej për hatër të Zotit, do në me qitë një drek në rregull. Por nëse e prejnë me bindjen, pe prej se s'ka mu lëndu kërkush pej punëtorve, ka më shku puna mirë, s'ka me marë inspektori, s'ka më bë hile, ma ka një plejen, e i ku më shtu 100 metra. Ja, këtë tash kjo bindja edhe motivi komplet e prish. Do në motive dhe njeti e prish ato. Dhe ajeti i fundit për sonte, që ka përmend Imamu Nawawi rahimahullah në këtë kapitull, është ajeti Ahzab 21, thot Allahu dhul Jalal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir. Me të vërtetë ju në të dërguarin e Allahut, në Muhammedin alayhis salam, e keni shembullin, e keni yrnekin, e keni modelin, e keni frymëzimin më të bukur. Kush e merr model edhe yrnek Muhammedin alayhis salam, liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Ai që takon me taku Allahun, ai që shpreson me taku Allahun, edhe ai i cili i frigohet Allahut edhe ditës kiametit, ai ka yrnek edhe model Muhammedin alayhis salam. Imami i tij, frymëzuesi i tij është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se kjo është modeli i njerëzimit për një musliman. Po unë kam një model tjetër, ani dhe në rregull të e kia atë modelin tjetër, ama në ditën e kiametit Allahu ajeti po thot, ata që i frigohen ditës së gjykimit, i frigohen Allahut, shpresojnë mu taku me Allahun në ditën e gjykimit, ata model e marrin Muhammedin alayhis salam. Ndash më u përpjek me Muhammedin, ndash më u përpjek me Muhammedin ton sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, ajo modelet. Prandaj nesër në ditën e gjykimit vëllezër të dashur, është një ngjarje e dhimbshme. Në ditën e gjykimit është një burim në xhennet, është një burim, një haud, një burim i pejgamberit alayhis salam. Nuk është kautheri, haudi. Kur ka fol pejgamberi sa sahabëve për burimin e tij, subhanallahu, shëqeni si kanë qenë sahabët kanë thonë, ja Rasulullah, a ka ujë shumë, a ka ujë për krejt ne? Pejgamberi sa. A njëri tjetër ka thonë, a ka tasa të mjaftueshëm për me pi prej atij burimi? Pejgamberi sa thotë, nuk ka yje në qiell sa ka tasa. Do të thonë, sahabët me njerëz se cili e ka përjetu hisin e tij ku jo mëne. Por pranë burimit pejgamberit alayhis salam, disa njerëz provojnë munis. Sa në ditën e kiametit krejt aty shihet, ky është burimi i pejgamberit alayhis salam. Tash disa prej umetit ti po nisën thonë, na kena hise se na e kena pas pejgamber Rasulullah alayhis salam, mas jemi umeti i tij, po shkojmë me pi. Kur afrohen me laçet ju thonë disave, Allah na ruaj. Ju thonë, suhqan lakum, ju larg ikni. Mos u afroni. More na ana prej umetit Muhammedit alayhis salam. Mos u afroni. More, mos e keni gabim. Na ana prej umetit Muhammedit alayhis salam. Kena hise. Mos u afroni. Thoj turp ju qoftë me laçet. Turp. Se ju mas vdekjes pejgamberit alayhis salam keni shpik e keni sjell gjëra të cilat nuk janë prej rrugës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me re vetën, bum, bam, me zingjir, me i ra vetit me shpatën kry. Qëka jem këto? Qëka jem këto sende? Si që ta i kemi bëtë Kavkazë, ty nga, ty u bo ka 50 veta, qo kjo, kësë është i badet kjo. Qëka jenë ty përjetu ata? Qëka e këto? E udhu billah. Kush prej shokëve të pejgamberit alayhis salam ka vepru në dënjere kështu? A ka vepru pejgamberi alayhis salam dënjere në veprim tillë? Përshku, mi amar dorën. Subhanallah, kur kam qenë student Medine, pa të pa një njeri patar për i Turqisë, një farhoqë i tënë,
Unë e di me emën e me bjemë, pas po du me i përmenë se s'du me lëndu askan, nuk ko ideja me fy, me lëndu askan, ideja me tërgu që këto e vepirë me të gabume, me uzga dorë me thonë, e janë në rrugën e Muhamedit e sa. A ish plak, ish në Kulic, ish një 50 veta mastina, 40-50. I këshin marë 4-5, e dini ku shukon në gjamit pejgamberit a.s. E dini aty të ujë i Zemzemit, jonë tasat e pastërt, edhe kur të apin ujin, i vendos aty tasat e përdorum. Ata i këshin mush një 4-5 tasa me hurma, po i këshin marrë dhe do tasat shprast. Tash i epshin këti hoxhës, e shtike hurmat në goj, si hajke, veç mi shti në goj, mi bo me pështim ti, e qitë këtë tasin thot. Edhe tash këta bëjshin garishin bo në rend, se cili kush po merë kokrat hurmave ma shumë që i ka shti hoxha në goj, se ajo pështyma ati hoxhës, kjo hoxha është shumë i bekum, e me marë me aqut i ropëvet, dhe shamni, ju lutem, shqeqoni largimi dhe devijimi pe rrugës pejgamberit, nëse kjo i ka ndodhë pejgamberit ajo konë Rasulullah a.s. A dini që ka njerëz të na mendojnë që e ruin hala që e mija vetë një farkimet pejgamberit a.s. Shkojnë, na rujmë halakimin e pejgamberit a.s. La ilaha illallah. Po që po e zojmë që është edhe kimja pejgamberit a.s. Ju lutëm, prandaj ulemaja, disa për ulemave kanë qenë kategorik në mas preventive, edhe gjërat të cilat mund të jenë të lejuar në esencë i kanë ndalu për shkak të ignorancës njerëzve, se s'ndalen njerëzit, a jeni bata, ty këtyva, la tu të shpejtën. Qa kjo punë? Qa po bani mëri këtu? Po bëjmë ibadet, se një ibadet është, nuk është kështu ibadeti. Nuk është kështu ibadeti. Rruga e Islamit, rruga e pejgamberit është rruga e mesit, por njerëzit duke u largu nga rruga e Rasulullah, nga suneti i tij, nga praktika e tij, nga puna e tij, nga veprimet e tij, nga përditshmëria e tij, nga ajo që i ka mësuar, ata kanë shpik gjana, edhe prandaj ata befasohen kur i thonë me laçet, larg, ikni. Ju morën ana pe, ikni. Turpë qoftë, sohkan lekum, se mas i ka vdek pejgamberi, ju keni shpik gjëra të cilat nuk janë rruga e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk bën natën mi prej thajt. Të martëve nuk bën me latesha. Qa janë këta kanë ardhë këto? Domthon, kur je afër Kur'anit, je i pastër dhe i mbrojtur prej këtyre bestytnive. Je larg Kur'anit, të mbulojnë këto bestytni. Të mbërthejnë edhe je i zhytur dhe nuk e ki iden. E lusë Allahu të barak wa ta'ala që Allahu të na ruaj imanin, besimin e drejt, të na forcoj në rrugën e tij të drejt, të na shton udhëzimin në rrugën e Muhammedit a.s. derisa të takohemi me Allahun dhe të jemi në rrugën dhe në flamurin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu edin më së miri, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.